aplikacionet, po flasim edhe më tutje për aplikacionet të cilat në botë definitivisht konsiderohen si një ndër bizneset më të mëdha dhe më të rëndësishme e zhvilluesit e aplikacioneve, natyrisht se po na lehtësojnë çdo ditë më shumë jetën në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër. Sot kemi zgjedhur të flasim për 3 aplikacionet më praktike, të cilat i kanë krijuar shqiptarët, e të cilat nëse nuk i keni ju propozoj që ta ndiqni historinë dhe downloadoni menjëherë sepse vërtet do t'ju ndihmojnë shumë. Dhe kem kronikën e përgatitur nga zona Fetiu. Qindra aplikacione për përdorime nga më të ndryshmet, të gjithë tashmë i kanë në telefonet e mençur. Për gjithçka që ju bie ndërmend, tash ka një aplikacion. Njëri mund t'ju tregoj sa keni ecur në një ditë, tjetri si të dekoroni shtëpinë e shumë të tjerë, për pothuajse secilën fushë të jetës. Por cilat janë disa prej aplikacioneve më të mira shqip që mund t'ju hyjnë në funksion gjatë ditës tuaj? Nëse ju duhet ndonjë adresë në të gjitha trojet shqiptare, drejtohuni tek aplikacioni Adresari. Është platforma e parë shqiptare e navigimit në Google Maps, e cila ka autorizimi edhe prej Google Maps që të bëjë regjistrim të pakufizuar të adresa në territorin e Kosovës dhe Shqipërisë. Mirë po, së fundi na kemi filluar që të regjistrojmë edhe adresa edhe prej gjitha vendeve tjera shqiptare, siç është Lugina, pastaj Maqedonia, Malizi. Synojmë që të fillojmë me regjistrime edhe prej Çamërisë, pse jo. Përmes tij keni mundësi të lehtë dhe të shpejtë të gjeni adresat e secilit institucion apo kompani, vendin ku ndodhet, numrat e telefonit, adresat elektronike dhe të gjitha informacionet tjera. Në adresar mund gjenden gjitha adresat duke fillu prej adresa private të personave privat, që dëshirojnë të regjistrojnë adresat e tyre në adresar, pastaj organizatat jo qeveritare, bizneset, institucionet, lokacionet, vendbanimet të ndryshme, vendet kulturore dhe me një fjalë gjitha adresat që ekzistojnë në Kosovë, synohet që t'jenë edhe në kuadër të platformës adresare. Po përveç kësaj ka dhe 4 shërbime tjera të cilat janë në kuadër të platformës, e që janë guida turistike, shit vlerje, shpallje publikime dhe Infokusi si portali cili ju mundëson qytetarët që të shërbejnë me informacionet ditore. Adresari funksionon edhe në formën offline, navigimi, në momentin kur përdoruesi kyçet në adresar dhe është online, pastaj gjatë gjithë rrugës prej destinacionit, prej pikës fillestare deri në destinacionin ku dëshiron të mrrijë qytetari, përcillet nëpërmjet GPS-it apo navigimit satelitar. Gjep është një tjetër aplikacion i veçantë. Nëse nuk keni zgjedhur ku të hani drek apo çfarë ngjarje të përcjellin në qytete të ndryshme të Kosovës, atëherë ky aplikacion mund t'ju hyjë në punë. Çka është e volitshme dhe çka është e mira aplikacionit në gjep është që vetë emri në gjep tregon se të gjitha informata që një person do t'i marrë rreth një biznesi aktual në Kosovë mund t'i gjejë në gjep. Fokusi më i madh ka qenë në restorante, në gastronomi në përgjithësi, jo vetëm në restorante, po aplikacioni është i ndarë në kategori si kafeteri, restorante, taverna, klabe, por ka edhe teatr, kino dhe Prishtina si komunë e tërë është e përfshirë në aplikacion. Do të thotë gastronomia dhe kultura dhe teatri në përgjithësi. Aty mund të gjeni ofertat më të reja nga restorantet, klubet e natës apo tavernat të ndryshme. Aplikacioni duket kështu, nëse hyet në për kafeteri për shembull, mund të bëhet kategorizimi në për qytete. Do të thotë personi nëse nuk ka dëshirë të sheh të gjitha qytetet apo kafeteritë të gjitha qyteteve të Kosovës, duke përfshirë edhe Tiranën nga Shqipëria, mund të zgjedh qytetin se cilin do ta ketë. Ndërsa nëse jeni të interesuar për muzikë, një prej aplikacioneve më të mirë është Elli.
Është shumë i thjeshtë për të përdorur dhe shumë funksional, ku mund të dëgjoni muzikë online nga platformat të ndryshme të muzikës në internet. Duke u bazuar në pëlqimet e faqeve të muzikës dhe të artistëve në Facebook, Ellie detekton zhanrin e muzikës tuaj të preferuar dhe automatikisht vazhdon ta mbajë të njëjtin zhanër të muzikës deri në momentin kur dëshironi ta ndërroni atë. Të gjitha këto aplikacione mund t'i gjeni falas. Që të tri